Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi konferencën e fundit me gazetarët për vitin 2025, një vit i cili sipas tij u shënjua nga korrupsioni i qeverisë së drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Viti 2025 ishte një vit në të cilin qytetarë shqiptar u vodhen më shumë se kur në 35 vite, më shumë se kur në tërë ekzistencën e tyre. Sipas Berishës, dosjet më të rënda korruptive janë dosja e tenderave në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe hetimet ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. E në konferencën me gazetarët, Berisha ju kundërpërgjigj kryeministrit Edi Rama për çështjen e numrit 2 të qeverisë. Dhe tani nga zyra e tij, në mënyrë identike me një hajdut të papenduar, deklaron se 16.000 faqe të sjella nga prokuroria nuk kanë asgjë për Lubi Ballukun, prandaj ktheni mbrapsht se s'hiqet, nuk hiqet imuniteti i saj. Sipas Berishës, pasi Spaku ka ekspozuar rastet e korrupsionit, fjala tashmë i takon opozitës. Dhe unë i them Edi Ramës, prite zemrimin popullor të garantoj se shumë shpejt do të bjeri mbi ty. Në këtë komunikim të fundit publik, lideri historik Sali Berisha u ka bërë demokratëve një premtim. Rrëzimin e këtij regjimi, qeverinë teknike zgjedhet re.